Doja t'ju thosha, ore, e mbani mend kur ishim të vegjël, ë? Nuk e di sa vjeç jeni ju që jeni këtu në këtë faqe, por kur ishim të vegjël ishim ndryshe o burri dhe nuk jemi si këta të rinj sot. Më vdiqen këta të rinj sot. Nuk e di, por janë bërë, unë them ndonjëherë ju jeni bërë prej kartoni. Nuk jeni si ne. Shiko, dua të nënvizoj jetën e djeshme me të sotmen. Si jetonim dje dhe si jetohet sot. Dje, me një fjalë, për plasej morrin sa majtas djathtas. Nuk laheshim, mund të laheshim njerë në javë, ose mund të laheshim dhe ditë për ditë. Sepse ne futeshim në për kanale, futeshim në ujë, kur ishte kovere. Por në dimër nuk është se laheshim ditë për ditë si lahen sot. Laheshim njerë në javë. Nuk na gjeti gjë. Pse them që për plasej morri? Jo se ne kishim morra, po kur binin morrat, ma i mend që nuk ulesh askush afër një shokut ton në klas, sepse që të gjithë kishin frikë se mos i kapte morri, sepse lahesh njerë në 3 muaj ose njerë në 4 muaj shkëreti. Dhe ndonjëherë edhe për plasej morri kështu, majtas djathtas dhe nga ne, por që si ishte jeta dje. Pra ne jetonim një jetë që duke si kur ishte në kohën e epokës së gurit, por me gjithatë ishte një jetë sidoqoftë aktive. Pra një jetë e para njerë shumë aktive sepse kishte fiskulturë, çdo ditë. Ti fiskulturë me çfarë? E para njerë fiskultura në mësim, përpara se kur shkoje në shkollë, të vinin gjithë përpara shkollës, nuk e di, e keni hasur ju këtë, po unë jam pak më i vjetër, jam 56 vjeç, dhe po thoshja, përpara shkollës bënim gjimnastik në mëngjes. Pasi kishim bërë gjimnastikën, mbaronte shkolla, shkonin pastaj edhe në përara, në darkë, me një fjalë në darkë. Pas dreke, sa ktheheshim në drek në shtëpi, hanim një çap bukë, nuk është se kishim si sot, ne merrim një cop bukë me vaj, me krip, ose bukë me qep, ose me domate. Çfarë të kishte? E merri atë haje nga një anë dhe nga ana tjetër, kështu haje dhe gishtat, edhe ikje vrap. Shkoje në përara për fruta, për këto jeshilet, dhe kur ktheheshte pasaj në darkë, mundoheshe që të bëje detyrat, aq sa ishin, shpejt e shpejt, dhe pastaj shikoje në një cop film, qoftë se, kur erdhi televizori, se përpara s'kishte as televizor, dhe fillonte dita njëkohësisht kështu, pra nga e para, ashtu siç bëre ditën e kaluar. Kurse sot është ndryshe. Sot është ndryshe. E para njerë që ngrije në mëngjes, hajde ti ngresh në mëngjes këta të rinjt. Bo. Sikur i ke ngritur nga çatë të them unë. Ngrije në mëngjes të acarruar sepse i ngrite nga gjumi ose edhe po të ngrihen ashtu me atë fytyrën që nuk të flasin fare, sikur e ke ti fajin. Pastaj kur shkojnë në shkollë, nuk them se nuk mësojnë, por kanë një shoro me libra, një dynja me libra, nuk mundet të mësojnë gjithë libra, nuk e di pse ja u japin, dhe pastaj kur kthehen dhe fillojnë që të bëjnë detyrat. Nga ora 2 për shembull apo 3 deri në orën 6 duke bërë detyra. Nuk kanë kohë fare që të shkojnë që të lozin. S'ka ku do ta gjej kohën. Unë po flas edhe për të rinjt, por edhe, me një fjalë, edhe ata që janë në shkollë fillore, por edhe ata në 8 vjeçare, por edhe ata studentët. Në fund fare, pasi mbaron 6 e gjysmë pare, si mbaron dita, s'kan kohë sepse hanë në një gjë, shikojnë telefonin, tërkohën, shikojnë telefonin, me atë telefonin që mbajnë gjithmonë aty duke bërë ato videot scrolling. Dhe i bëjnë disa mesazhe, pastaj vetëm të shtunave të dielave kur dalin, ose të shtunë ose të dielë, kur dalin me shokët, rrallë dalin gjatë javës, sepse kanë shumë punë, dhe kur dalin gjatë fund jave, rrinë në një vend apo pinë në një bar, nëse janë të moshës së madhe, por të rinjt për shembull, shkojnë në një vend dhe rrinë aty dhe tërkohën rrinë aty dhe secili me telefon në dorë. Pra jeta me dje dhe sot ka ndryshuar në mënyrë totalisht ndryshe. Ne e përsëris ishim e para një që nuk i kishim këto teknologji që kemi sot. Dhe teknologjia të merr shumë kohë. Po ta shikoni,
në qoftë se merë këdo qoftë nga familja juaj, po të merë njërin, të analizoni, shikoni të analizoni jetën e tij dhe analizoni jetën që keni bërë ju. Po flas për ata që janë të paktën 50 vjeç. Pastaj shko ata 60 vjeçët. Po ta shikoni, është ndryshe sillet një 50 vjeçar apo 60 vjeçar dhe ndryshe sillet një fëmijë i vogël. Normal, kjo është për shkak të moshës, por në qoftë se ju do të merrni këta që janë sot, për shembull, këta që janë 10 vjeç, 15 vjeç sot, dhe t'i krahasoni me ne që jemi 50 apo 60 vjeç, pas disa kohësh, pra kur të bëhen 60 vjeç, unë ju garantoj që këta do jenë një kontinent tjetër, ose më mirë një planet tjetër. Sepse jeta, përveç se ka ndryshuar shumë, disa nuk e marrin ashtu siç duhet jetën. Pse po e them këtë? Shiko, edhe në atë kohë kishte informacione. Informacionin ti duhet ta marrësh ti, sepse kush të mëson ty në jetë? Kush? Do të mësoj pak prindi, do të mësoj shkolla aty ku je, por të mëson vetvetja. Sepse ti nëse nuk angazhohesh që të marrësh informacionin për punë, për jetën, për çfarë bëhet atje jashtë, për shokët, ti mbetesh, burgosesh. Pra burgosmendjen. E njëjta gjë ndodh edhe sot. Ti nëse je tërë ditën aty në telefon, në telefon. Si do ta mësoj jetën ky njeri? Sepse nuk e ka eksperiencën e jetës. I shikon vetëm aty në mënyrë virtuale. Si do ta bëj ai jetën nesër? Si do ta përballoj jetën nesër që e shikon vetëm në mënyrë virtuale dhe nuk e ka përballuar ballë për ballë? Sepse ajo që ka para aty në telefon është jeta e dikujt tjetër që mund të jetë edhe një montazh. Dhe nuk e ka eksperiencën. Ky njeri nuk e ka eksperiencën. Shikoj për shembull në një flisja me një dy shoqet e vajzës sime, me prindit e ty që ishin bësh një komplean, një ditëlindje, dhe thoshin, shiko, po të vindo njëri kështu që të therrasi në rrugë, si që thonë këtu në telefon, ti mos u përgjigj, sepse po përgjigje, pastaj ai mund të vjedhi disa budallëqe, me një fjalë nuk janë konkrete. Nuk janë konkrete, për shembull që bie fjala. Majmën një shoqja jon, kur ishte e vogël, që donin ta vidhin afër pallatit, po flas në Vlorë, ta vidhin, ta merrte njëri, nuk e di, ndoshta e kishin me njërin, më duket se njëri që e donte shumë. Ajo bërtiti ishte 15 vjeçe, 16 vjeçe, bërtiti dhe arritën që dëgjuan të tjerët dhe e morën, zbritën nga pallati dhe e morën. E morën që hoqim janë, sepse kuptuan që ai iku me vrap, ishin dy veta, iku me vrap. Por pse po e them këtë? Sepse ishte një eksperiencë e drejtë për drejtë. Pra nuk kishte ndodhur nëpër telefona. Si thot ndokush që bëjnë ato filma të për telefona, gjëja e vodhi njëri apo gjëja ndodhin edhe sot. Por nuk kanë eksperjenca të drejtë për drejta, nuk kanë eksperjenca për shembull të jetës. Për shembull, shikoj disa të rinj që lahen çdo ditë. Ditë për ditë lahen. E para njerë ku djersitën? A djersitën? Jo. Sepse nuk punojnë. Okej, le ta zëm që dakord, si thot një nipi ynë. Nipi ynë thot, më bezdis mua, më bezdis se dua që të lahem. Dakord, lau. Po ti ke hequr një pjesë të mirë të antitrupave. Të antitrupave që janë tepër të rëndësishëm për ty. Sepse ti duke u larë për ditë dhe duke mos djersitur, sepse qeliza ka nevojë që të djersi dhe porret të hapen. Ti nëse nuk djersin, ti përveç se nuk djersin, që nuk hapen porret, por i krijon probleme trupi sepse lan ato antitrupat që ka krijuar. Dhe ky është një nga problemet pastaj që të sëmundjeve, apo ku ta di unë. Njëkohësisht nuk hahet më si dikur. Dikur ne hanim bio. Çdo gjë hanim bio. Sot nuk ka më bio. Sot janë të gjitha të përpunuara dhe një pjesë e madhe e këtyre
nuk hajnë. Dhe të rinjt tanë duan të shkojnë për McDonald's-ra. Kur shkojnë atje sikur çfarë themun, sikur kush e di çfarë kanë bërë. O Zoti i madh. Dhe mos o Zot që thua që mos e ha këto, se janë plera, nuk di se çfarë bëjnë brenda, çfarë u hedhin. Sepse ti nuk e di se çfarë u hedhin brenda. Sepse çmimet ulen ose më mirë, edhe rriten ndonjëherë. Pikërisht pra sepse nga produktet sepse produktet që marrin me të skaduara. Nuk e di, se s'ka zgjidhje tjetër. Shikoj për shembull edhe njëri që vdiq, një vajzë e re që vdiq nga McDonald's. Tani, nuk është vetëm ky, ka me qindra gjëra që nuk shkojnë, por po thoshja, kush është sipas jush diferenca mes dje dhe sot? Çfarë është e gabuar sot dhe çfarë ishte e gabuar dje? Çfarë ishte më mirë dje dhe çfarë është më mirë sot? Do dëshiroj një komentin tuaj, ta diskutojmë së bashku sepse kështu ndihmojmë jo vetëm njëri tjetrin, po ndihmojmë edhe brezat. Sepse e përsëris. Për shembull, kemi njërin tute puna, mos o Zot të prek një gjaj, edhe kur e prek shkon dhe lan duart. Po ku jemi më buri dhe utë? Dhe përveç se lahet çdo ditë, por tani duket si punë sëmundje, sepse duhet ketë në një sëmundje, s'ka mundsi. Të lash duar sepse kape parmakun e dritares apo ku ta di unë në shtur po buri dhe utë. Jo, nuk shkoj atje, unë thot një tjetër, është një tjetër, nuk shkoj atje, unë thot se ka, kështu thot, milingona. Ka bubureca. Ata buburecat që ka këtu në Rom, nga ata buburecat që, si quhen ata, tartabishe, bubureca, nuk e di, më vjen në Shqip tani, se janë shtëpi vjetra, e keni parasysh dhe dalin ata, ka frikë nga to. Çfarë bëhet shua buri dhe vetë? Kështu që do dëshiroja një komentin tuaj. Hajde. Kalofshi një ditë bukur, ju përqafoj të gjithë pres komentet tuaja sepse të paktën të kuptojnë këta të rinj se në çfarë bote jetojnë. Ditën.